Probleme serioze janë konstatuar në aksin rrugor Qukës-Qafë-Ploç, konkretisht në lotin e 2 të këtij projekti. Situata është vërejtur gjatë ditëve të fundit pas rreshjeve të shiut në një segment mbi fshatin Malin. Në këtë zonë për disa metra gjatësi, rruga ka pasur çarje të theksuara, ndërsa traseja është batisur në një pjerësi të madhe duke krijuar rrezik real për mjetet që qarkullojnë. Sipas zburimeve në këtë segment janë shënuar edhe më herët rëshqitje të tokës, çka e bën problematikën e përsëritur. Në një shtrirje për më shumë se 20 metër, çarja e asfaltit dhe deformimi i trupit të rrugës rrezikojnë seriozisht sigurinë e qarkullimit. Në zonë janë parë edhe mjetet kompanisë që kanë ndërtuar lotin e 2 të këtij aksi, por ende nuk dihet nëse do të gjendet një zgjidhje përfundimtare për të parandaluar shembje të tjera në këtë segment rrugor. Problemet e ngjashme janë evidentuar edhe në 2 segmente të tjera të këtij aksi, pranë fshatit Trebinj dhe shumë afër fshatit Zëmç, ku janë konstatuar rrëshqitje dherash si dhe lëvizje e çarje të asfaltit.